Një grup gjërimi nga televizioni Klan me regjisorin Indrit Kasmi dhe operatorin Jurgen Malo, drejtuar nga gazetari Blendi Fevziu, ka shkuar në Ventotene. Ventotene është ishulli ku u hodhën themelet e Bashkimit Evropian, ku ka pasur dhe një grup intelektualësh antifashist të internuar, si Lazar Fundo, Zef Mala, Kryezint apo Butkalind. Gjithashtu së bashku me ekipin e televizionit Klan dhe Blendi Fevziun, ndodhet edhe gazetari Elvi Fundo. Një tjetër personazh është Niko Peleshi, këtë herë jo si një ish-ministër apo kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por si djali i njërit prej të internuarve në Ventotene. Babai i tij ka qenë 15 vjeç i internuar në këtë ishull. Një burg i viteve 1700, aty ka qenë e internuar një grup intelektuale shqiptar midis tyre dhe Lazar Fundo. Atje është firmosur il manifesto di Ventotene, e cila sot është, po themi, themeli i parë i Europës. Edhe babai Nikos. Niko vjen këtu 80 vjet pasi ka qenë babai i tij, kurse unë vi këtu 85 vjet pasi ka qenë xhaxhai babai tim Lazar Fundo. Një ishull 3 kilometra i gjatë, 850 metra i gjerë, nga më të vegjëlit e Italisë, që ka një histori shumë të trisht për Italinë, po dhe për Shqipërinë. Kanë qenë të internuar disa nga personazhet më të rëndësishëm të historisë Shqipërisë gjatë pushtimit italian, të cilët u internuan midis viteve 1939-1943. Po ashtu edhe Adi Dule është pjesë e këtij dokumentari, personi i cili po modelon bustin e intelektualit Lazar Fundo. Grupi i xhirimit pritet të sjellë një material ekskluziv edhe nga ishulli i San Stefanos, që ndodhet disa qindra metra larg nga Ventotene, ku është edhe një burg i vitit 1700, në të cilin ishin të internuar antifashistët shqiptar dhe disa nga intelektualët, filozofët dhe politikanët më të mëdhenj më pas të Europës, si ish presidenti i Italisë Sandro Pertini apo Alterio Spinelli, i cili është quajtur dhe si babai i Europës. Ky grup xhirimi në Ventotene pritet të sjellë disa materiale shumë të rëndësishme ekskluzive, të cilat janë edhe për herë të parë, por edhe disa të publikuara. Do të ketë intervista, pamje, dokumente të cilat tregojnë se si intelektualët shqiptar kanë qenë pjesë e themeleve të asaj që sot quhet Bashkimi Evropian. Një material mjaft i rëndësishëm, jo thjesht dhe vetëm historik dhe politik, por edhe informues, për të treguar vlerat që kanë përfaqësuar një elitë shqiptare të mirë shkolluar dhe të ditur antifashist që luftuan për Shqipërinë dhe Europën, të cilët janë krenaria jonë më e mirë dhe pasaporta jonë më e vërtetë europiane.